Do t'jemi sot me një të ftuar vërtet shumë speciale, të cilën unë e kam shumë për zemër, por edhe ju jam e sigurt. Me psikologen Suela Ndoja. Mirëmëngjes e mirë se erdhe, dashur. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Jam e lumtur që të kam në studio dhe jam e lumtur që të diskutojmë së bashku për një temë shumë interesante. Një temë e cila do të na prek të gjithëve. Po zhvillohet një panajër, ka nisur ditën e djeshme, do t'jetë edhe sot gjatë ditës, paradite dhe pasdite, do jetë edhe ditën e nesërme, një kustish paradite dhe pasdite, pranë katedrales së madhe. Një panajër shumë special. Na trego pak si lindi kjo ide e këtij panajirit edhe çfarë tregtohet aty? Është kënaqësi e veçantë edhe për mua që të diskutojmë në lidhje me këtë tematik. Panajiri erdhi si një ide e vijueshme e shumë nismave që bën, domethënë, Kisha Katolike, famodhia Zoja Shkodrës, me grupin organizator, dhe kjo nis e fundit është pikërisht në kuadër të ditëve festive të festës Pashkëve, të cilët të gjithë të rinjtë e shtëpive familje i presin me shumë dashuri dhe me shumë gëzim, domethënë duken ngjyrat që në këto momente që ka filluar domethënë të hyjmë në javën e madhe. Dhe grupi organizator i famodhisë Zoja Shkodrës, domethënë ka menduar që së bashku me ne, domethënë me shoqatën Projekti Shpresa, me shoqatën Madorina del Grappa dhe Kuvendin e Motrave të Nën Terezës, sepse të trija organizatat, domethënë jemi si motra, jemi në të njëjtën linjë, që fokusohemi te mirëqenia psikologjike, sociale, e integrimi social i personave me aftësi të kufizuar, të cilët tashmë nuk kanë gjetur vetëm një shtëpi, por kanë gjetur një hapësirë psikologjike ku e ndjen veten si në familjen e vet. Në fakt në kontaktet e fundit që pata domethënë edhe me Jozefinën Gurit, e cilën e përshëndes me shumë përzemërsi dhe me Amelian, ishte ideja, domethënë që si grup organizator Suela duam që të bëjmë këtë gjë të bukur duke organizuar të rinj, domethënë që të ekspozojnë punimet e tyre. Të janë punime në fakt që bëhen me shumë dashuri, në rastin ton në një qendër aktivizimi ditor, që e kemi paktzuar Dona Ndonjë Boca, sepse edhe hapësirat e kësaj qendre janë lënë pikërisht nga Eterit Dehonjan, dhe aty bëhen punime të pirografisë, është djegje me dru, edhe një tjetër grup, domethënë i vajzave janë që merren me artizanatin, me punime artizanale, dhe një grup tjetër është që merret me punime rekreative, me punime arti. Normalisht që një pjesë prej të rinjve aktivizohen, zhvillojnë aftësitë e tyre, përpiqen që t'i japin më të mirën, por një grup prej tyre normalisht që dallojnë edhe nxjerrin në pa ato talentet edhe aftësitë e tyre specifike. Ato punime që janë gjithmonë, domethënë, më të bukurat, më cilësoret, më të arriturat, neve i mbledhim edhe i ekspozojmë në panajirë, siç është edhe në këtë rast, në këtë panajirë. Këtu kemi ekspozuar pikërisht punime të pirografisë që filluam dje dhe e bëjmë me rotacion, domethënë si me turne, sepse është paradite dhe është pasdite dhe një grup e të rinjve është i angazhuar paradite dhe një grup janë pasdite, ku secili domethënë ndjen veten të dobishëm, me vlerë, me plot vetbesim që unë jam këtu, domethënë të demonstroj punën që unë kam bërë gjatë gjithë kohës. Edhe komunikimi me njerëzit, me vizitorët, të cilët afrohen aty që të pyesin për punimet e tyre, domethënë edhe kjo jep një ndikim shumë pozitiv. Ky panajir është quajtur, ka një tematik, do thoja, shumë të veçantë, është krijimtaria e ëngjëjve. Dhe ishte ideja pikërisht e grupit organizator, dhe njëri prej të rinjve tanë që është me të vërtetë është një talent në fushën kreative, ka pikturuar posterin që i kushtohet pikërisht këtij panajiri traditor, ku aty janë, domethënë, përfshirja e personave me aftësi të kufizuar, duke ekspozuar punimet e tyre, edhe duke biseduar, domethënë, me persona që kalojnë aty. Domethënë, është një imazh shumë domethënës edhe shumë i bukur që reflekton atë edhe botën e tyre, domethënë, të pafajshme,
në kuptimin që krijimtari e ëndrrë dhe duket sikur diçka, i themi, jo reale, por ama që ka një domethënie shumë të bukur për të na afruar shumë me botën e brendshme të këtyre personave se çfarë janë e gjëni që t'i japin. Kështu që në momentin që unë ju kam komunikuar të rinjve që do përfshihen këto 3 ditë në këtë panajir, domethënë që është ideuar nga grupi organizator, neve e gjetëm veten shumë mirë sepse kisha edhe roli i saj është gjithmonë për t'ju ofruar hapësira të përfshirjes sociale, edhe është një gjë shumë pozitive, edhe një gjë që ndikon jashtëzakonisht shumë tek të rinjt, sepse aty domethënë e gjejnë veten edhe në mbështetjen shpirtërore që ju ofrohet. Edhe në anën tjetër domethënë ideja është, siç e theksova më përpara, sepse ka shumë nisma të vijueshme që vinë si rrjedhoj e mesazheve të vazhdueshme që jepet nga të gjithë grupi, domethënë që të ketë mesazhe jo vetëm në aspektin le të themi të bamirësisë ose të humanizmit, por të pranimit si çdo qenie tjetër njerëzore. Po, sepse ato po bëjnë një punë si çdo kush tjetër, edhe meritojnë vëmendjen pikë së pari, por edhe shpërblimin sigurisht për punën që ata kanë bërë. Kjo ndihmon shumë sepse me mesazhe pranimi, kjo ul stigmatizimin në shoqëri. Edhe kjo ndihmon që të shihen si persona të denjë të shoqërisë civile. Absolutisht po. Suela, e dashur ti fole për rëndësinë e këtij panajiri, na tregove bukur se çfarë pasojë të drejtë për drejtë sjell tek fëmijët, tek pranimi, jo vetëm tek fëmijët, por tek të gjithë fakt ne si shoqëri, ndikimi dhe impakti që ka ky panajir. Por sa vështirë është të realizosh një panajir të tillë? Në fakt ka sfida, sepse në radhë të parë, domethënë fillojmë që nga përshtatja e arsyeshme, të integrosh edhe të përfshish në aspektin social edhe fizik këta persona të cilët, secili prej tyre, pavarësisht talenteve edhe aftësive bazë që ata paraqisin secili prej tyre, kanë sfida në anën tjetër që kërkojnë një përshtatje të arsyeshme. Edhe kjo kërkon shumë kohë, në radhë të parë kërkon shumë kohë, kërkon logjistik, edhe kërkon një bashkëpunim, të thoja, shumë të fuqishëm, ku të gjithë të jemi bashk, që çdo vështirësi, domethënë që mund të dalim, të mund që ta zgjidhim edhe të japim atë zgjidhjen e arsyeshme gjatë procesit, domethënë të ndodhjes. Sepse në radhë të parë është, le të themi, përgatitja psikologjike këtyre personave. Domethënë do i përgatisim këta persona që do marrin pjesë këtu në këtë event. Do ju shpjegohet qartë se pse duhet të marrin pjesë në këtë event, edhe kush do përfshihet, sepse përfshirja direkte e këtyre personave të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për të bërë një punim pirografie apo për të bërë një punim artizanal, domethënë personat e parë do të jenë ata. Domethënë ata janë të parët që do jenë aty, sepse ky është një tregues, le të themi, edhe për të vlerësuar mundin e tyre edhe përpjekjet e tyre, por edhe nga ana tjetër, domethënë për të bërë atë që ne i quajmë shpesh barazia, domethënë barazia e rinjve, sepse gjatë gjithë kohës themi që kur të marrin pjesë një aktivitet, gjatë gjithë kohës, domethënë do nxisim ata personat të cilët i kanë aftësitë bazë, edhe që në fund, në momentin që ne i përzgjedhim, ta kenë të qartë të gjithë se pse zgjedhim disa persona edhe jo disa të tjerë. Kjo është, domethënë, përgatitja psikologjike e tyre, që pastaj edhe nga fruti që vjen nga kjo pjesëmarrje është një diçka shumë e bukur, sepse ata vinë pastaj dhe shpjegojnë edhe flasin me të tjerët edhe tregojnë për eksperiencën e të qenit në panajir, edhe kjo me kalimin e kohës bëhet një nxitje edhe për ata të tjerët që ndoshta mund të qëndrojnë edhe më pak të tërhequr, më pasiv, edhe është një gjë shumë e bukur, sepse edhe kur shohin, le të themi, duke shitur ato produktet e tyre që kanë punuar shumë, edhe ajo ndarja ose qerasja edhe të ardhurat që përdoren për materialet e të tjera edhe për ditë të tjera, organizimi dhe aktivizimi është shërben edhe është një gjë shumë e bukur. Pra, marrin vetëm si proces përgatitor, merr kohën e vet. Pastaj, përgatitja aty, grumbullimi i materialeve, vendosja diku gjatë kohës që ata do pushojnë, rimarrja e materialeve, vendosja e materialeve përsëri aty, të shohim motin, domethënë t'i paraprin pikërisht çfarë është e rëndësishme, vendosja të rrezave, tendave,
gjërat specifike, do më thënë, si do ekspozohen, si do vendosen, ku do qëndrojnë këta persona, do më thënë që nga stolat, karriget, e tjerë, sa persona do t'jenë ata që do i shoqërojnë, edhe organizatori që do qëndroj aty gjatë gjithë kohës për çdo nevojë specifike që mund të dalin. Pra, kjo është përshtatshmëria e arsyeshme, sepse përfshirja sociale pastaj merr me vete shumë komponentë të tjerë, shumë elementë të tjerë, për cilët ata të mos e ndjejnë veten, le të themi që si ata që u ftuan, por dalin disa aspekte të tjera që duhet menaxhuar ose nuk ishin parashikuar. Pra me të vërtetë, më thënë, janë nisma që mendohet çdo detaj që në fillim, edhe përgjithsisht, më thënë, edhe ky që po vazhdohet sepse është dita e dytë kjo, pra është një proces që vazhdon edhe po monitorohet edhe po menaxhohet nga i gjithë grupi organizator. Është dita e dytë, ka nisur dje, është sot, gjatë ditës, paradite dhe pasdite, do t'jetë edhe nesër në të njëjtat orare. Si e kanë pritur njerëzit deri tani që flasim? Se ditën e parë keni pasur mundësi ta shihni pak sa terrenin, edhe koha ka qenë e mirë, ka qenë favorite. A kanë qenë njerëzit të grishur për të ardhur aty, për të hedhur një sy, të intriguar se çfarë materialesh janë aty? Pra, si e kanë pritur këtë panajër? Ajo që na bëri përshtypje dje ishte domethënë që kalimtarët, edhe pse kishim pak distancë nga trotuari ku kalojnë kalimtarët, në momentin që kthenin kokën, tërhiqeshin nga kjo gjë, edhe devijoni rrugët edhe vinin aty, edhe bisedat, le themi, sociale që bëhen, janë shumë të bukura në vetvete, edhe janë shumë emocionuese, sepse merret informacion, jo të gjithë mund ta njohin për shembull atë kontributin edhe aktivitetin që bën shoqata Projekti Shpresa dhe shoqatat e tjera si Motra, dhe kur ndalen aty dhe ju shpjegojmë ku ndodhemi, çfarë bëjmë, janë punime që janë bërë nga këta persona, edhe domethënë një gjë që më bën përshtypje është me të vërtetë, domethënë janë këta persona dhe pastaj kur fillojnë të tregojnë për shembull proceset e pirografisë si bëhen, që nga kopjimi i figurës, dhe pastaj djegja që bëhet, pastaj një proces tjetër që është lyerja, ngjyrosja, dhe pastaj në fund është dhakosja. Pra kur secili prej tyre thotë unë kam bërë këtë, domethënë e shoh që njerëzit bëhen shumë kurioz, por edhe një farë mënyre mahniten se si është e mundur që të arrijnë të bëhen punime të tilla. Pra, pati domethënë një tërheqje, pastaj edhe të gjithë ata që janë pjesëtar, le të themi, të komunitetit fitar, aty ndaleshin sepse i njohin të rinjt, njohin aktivitetin ton, i përgëzonin shumë domethënë të rinjt edhe grupin organizator për këtë nismë kaq të bukur, edhe kaq të rëndësishme, por edhe kaq të mirë, do thoya të dobishme. Dhe një gjë tjetër që ishte shumë e bukur dje, që ishte që gjithë oborri i katedrales u mbush me vizitorë që ishin të huaj, turist, edhe ata u tërhoqen sepse nga momenti që njëherë eksploruan domethënë katedralin e Shkodrës, aty gjithë oborri u mbush plot, edhe ata po shpërndaheshin edhe po kërkonin që të dinin, pavarësisht se jo të gjithë e njohin gjuhën angleze, ose sepse secili vizitor që vjen ka gjuhën e vet, por e gjetëm domethënë atë mënyrën e komunikimit dhe përgëzonin, edhe patjetër që edhe kishte edhe prej atyre që kontribonin vetëm në atë që në formë përgëzimi, domethënë edhe një formë stimulimi ose motivimi për të rinj që shiko, keni vepruar mirë dhe keni bërë një punë të mirë dhe vazhdoni në këtë mënyrë. Kështu që mendoj që kurioziteti, domethënë ditën e parë u dukt si për kalimtarët, si për komunitetin, le të themi, fetar, edhe si për ata që ishin vizitorë të huaj. Mendoj në ditën e dytë dhe të tretë do të ketë edhe më shumë, edhe uroj me gjithë zemër, në fakt dhe juftoj të gjithë ju që po na përcjellni përmes ekranit të TV1 Channel të shkoni pranë katedrales për të parë të panajër të mrekullueshëm. Krijimtaria e ëngjëjve është vërtet një ftesë shumë e bukur. Tani nuk kam ç'të më shumë se sa kaq. Por jeta në shtëpitë familje është shumë më shumë se sa kaq. Si është jeta brenda shtëpisë familje? Sa e vështirë është? Sa e bukur është? Jeta në shtëpi familje bazohet në një stil jetese tashmë që është krijuar që në zanafillen e saj. Do të thënë që nga konceptualizimi i shtëpi familje është që të mos konceptohet si një shtëpi strukturë, por një hapësirë psikologjike ku këta persona të ndihen të vlerësuar,
edhe me nevoja të cilat duhet që të lexohen, të interpretohen edhe të realizohen. Sepse të kemi të qartë që kanë aftësi të ndryshme edhe kanë specifika të ndryshme, disa prej tyre kanë vështirësi në të komunikuar, disa kanë vështirësi lëvizore, disa kanë vështirësi për të përpunuar dhe për të perceptuar informacionin. Edhe të gjitha këto janë, le themi, ndar sipas moshës, gjinisë edhe specifikave përkatëse që ka gjithsecili prej tyre, në mënyrë që dinamika e jetesës në shtëpi familje të jetë, le themi, harmonike edhe në përshtatshmëri me njëri tjetrin. Kemi hapësira, domethënë, të shtëpive familje të cilat janë plotësisht të strukturuara, sepse menaxhohen totalisht 24 orë nga kujdestarët social të cilët janë me turne. Çfarë do të thotë, domethënë, që është totalisht e strukturuar. Përderisa kemi të rinë të reja, të cilët kanë sindromin e Down, janë me çrregullimin e zhvillimit pervaziv që janë të autizmit, edhe mjaft prej tyre domethënë kanë nivele shumë të rënda të patologjive, për cilat edhe niveli i ndërhyrjes të këta të rinjve duhet të jetë aq i strukturuar që çdo gjë domethënë të menaxhohet drejt për së drejti vetëm nga kujdestarët edhe nga grupi organizativ edhe profesional që të japin një përgjigje nevojave të tyre. Kemi hapësira të tjera të shtëpive familje të cilët janë gjysmë të strukturuara, që do të thotë se niveli i tyre i autonomisë, i djemve dhe të vajzave është më i lartë, është më i moderuar, të cilët ata gëzojnë disa aftësi sociale, më thënë mund të dalin në komunitet, dalin në kohën e lirë për një kafe, edhe të socializohen, domethënë me të tjerë që është një gjë shumë pozitive dhe edhe është synimi jonë, domethënë zhvillimi i pavarësisë së tyre. Edhe kemi edhe një hapësirë tjetër, domethënë që është totalisht, domethënë autonome, pa kujdestar, të cilët janë që përgatiten, le themi, për të dalë në jetë të pavarur, edhe kemi patur për atyre që kanë krijuar familje dhe sot janë me fëmijë, sepse janë forma parapërgatitore sa janë në gjendje që ta administrojnë vetjetën që të krijojnë nesër, domethënë, familjen. Pavarësisht tyre strukturave që unë përmenda, plotësisht tërësisht të strukturuara, gjysmë të strukturuara apo të pavarura, apo domethënë autonome, secila shtëpi familje pra ka një stil jetese, ka një rregullore, të cila është bazë, por është fleksibel në momentin që rezulton në një nevojë specifike bazuar në nevojat individuale të një personi. Sepse nga modeli që ka qenë dikur ndoshta një model mjekësor që janë parë si persona vetëm që kanë probleme, le të themi, të shëndetit fizik apo mendor, ka evoluar në një aspekt tjetër që është ai social. Akoma sot në vitet e fundit po flitet për në atë modelin që është bazuar në të drejta, edhe pikërisht edhe shoqata Projekti Shpresa ka këtë mision që bazohet mbi parimet universale, me respektimin e Kartës Universale të Drejtave të Njeriut, ku primare është që këta persona domethënë të shihen si persona që kanë dinjitet edhe kanë të drejta të barabarta si çdo person tjetër për t'i përfshirë në shkollë, në punë, në jetën e përditshme edhe për t'i zhvilluar ata në përputhje, le të themi, me aftësitë bazë që ata kanë. Kështu që duke bërë këtë lloj vlerësimi, këtë lloj strukturash, me të vërtet mund të them që është arritur një punë kolosale, normalisht që është një punë grupi, në mënyrë që secili prej tyre të gëzojë të drejtën e vet, edhe të eksplorojë, le të themi, edhe aftësitë specifike, por edhe talentet bazë, sepse kemi 7 për shembull prej të rinjve që ndjekin në shkollën, domethënë aktivitetet e arsimimit, edukimit janë me përparësi, secili prej tyre, domethënë vlerësojnë prirjen e tyre dhe ja gjej mënyrën që ai ta gjej veten edhe ta zhvillojë veten edhe më tepër. Kemi të rinj të cilët janë në punë, domethënë jeta këtyre personave, të rinjve, të cilët gëzojnë, le të themi, edhe një jetë sociale, edhe një frymë pavarësie jashtë, pra ato e fitojnë vetë, le të themi, nuk po themi se kemi të bëjmë me të ardhura personale, sepse kjo ju shërben më shumë si një angazhim socioterapeutik për të krijuar atë planin individual që unë jam në gjendje, le të themi, të dalë, të pi një kafe, të kem domethënë paratë e mia, dhe këto janë format, le të themi, të buta edhe të moderuara që të çojnë drejt pavarësisë. E drejtë.
edhe janë në punë, do më thënë, ata janë trajnuar në këto qendra që kemi patur ne këto laboratore, janë para trajnuar me aftësitë bazë, pastaj është ndjekur ajo linja, le të themi, bazë që për të kërkuar punë në bashkëpunime të ndryshme, me projekte do më thënë që kemi patur edhe më përpara dhe që i vijojmë me Caritas Shqiptar, me zyre rajonale të punësimit, do më thënë që kërkimi për punë është bërë në mënyrë aktive dhe aktualisht kemi 12 nga të rinjt të cilët kanë një kontratë të rregull pune dhe prandaj stili i tyre i jetesës, do më thënë është i mbushur edhe duke marrë pjesë, do më thënë, duke zhvilluar pjesë të autonomisë, edhe pjesa tjetër sociale në shtëpi familje, sepse si paradite, do më thënë që jeta e tyre është mbushur me angazhime, le themi pune, ku e ndjen veten të dobishëm dhe vlerësuar, edhe pas dite është mbushur plot sepse kanë orën e aktivitetit, biles nëse i referohemi në terma të drejtave edhe të autonomisë, çdo shtëpi familje, ai stili që tham, e struktura që ka, çdo shtëpi familje ka një senator të shtëpisë familje, ku është një zë, le të themi, për të drejtën, për të ndryshuar gjërat, për të lobuar, le të themi, për drejtën e tyre, edhe për të propozuar aktivitete që bëhen në shtëpi familje. Pra të gjitha këto, le të marrim këto copëza bashk, krijojnë një dinamik shumë harmonike në shtëpi familje, por në anën tjetër, themi që si çdo person, duhet të jemi të qartë edhe duhet të jemi realist, sepse ka të vështirësitë të tyre bazë. Për shembull, dy shtëpi familje të cilët kanë të rinj të reja të cilët kanë edhe patologji në nivele të rënda. Normalisht që është krahas, le të themi, atyre patologjive bazë që kanë, është edhe pjesa tjetër që bashkëshoqëruese shëndetit mendor, sepse do trajtohen me terapi farmakologjike dhe aktivitetet rehabilituese dhe të mbështetjes, përfshin ndihmën psikologjike, mbështetjen psikologjike, por edhe anën tjetër do të thënë që duhet ndihmuar edhe me pjesën, le të themi, mjekësore, sepse kjo gjë i ndihmon që të zbusin ato problematikat ose gjendjet, le të themi, impulsive, agresive, të cilat nuk janë në gjendje që ta menaxhojnë dhe të themi vetjetën apo t'i bëjnë bazë sfidave, le të themi, të jetës së përditshme në një kontekst që normalisht ja krijon të gjitha mundësit, por është edhe vetë patologjia e tyre që kërkon domethënë këtë vëmendje. Dhe kjo është një sfidë, sepse përveç se zhvillimit të tyre me aktivitete, me gjitha këto që përmendëm, është sfidë edhe pjesa, le të themi, shëndetësore, sepse kërkohen pastaj burimet njerëzore, kërkohen burime, le të themi, materiale dhe pastaj edhe mbështetja e vazhdueshme, domethënë shëndetësore, sepse si çdo person kur themi me të drejta të barabarta, do përfshihet edhe pjesa shëndetësore, edhe kjo e përbën domethënë një sfidë me vete edhe menaxhimin e gjendjeve shëndetësore të tyre. Patjetër, teksa të dëgjoje tek flisje, duket një ekuacion shumë i vështirë, me shumë komponente. Unë këtu gjej rastin për të falenderuar në mënyrë shumë përzemërt për punën e jashtëzakonshme stafin e këtyre shtëpive familje. Bëni një punë të mrekullueshme, bëni një punë shumë të vështirë, por që ka rezultate shumë të bukura. Edhe vërtet ju përgëzoj ty që të kam këtu në studio, por secilin nga ju që bëni këtë punë, sepse është vërtet një punë kolosale ajo që ka ju bëni. Le të ndalemi tek aktivitetet. Cilat janë disa nga aktivitetet më interesante që ti mban mend se janë realizuar? Në fakt, në fillim të vitit, unë hartoj, me qenë se është brenda fushës time, domethënë hartoj një plan aktivitetesh vjetore, të cilën unë e kategorizoj në aktivitete sociale, komunitare, në aktivitete, le të themi, rehabilituese, në aktivitete që janë kulturore edhe artistike, edhe në aktivitete të tjera që janë edhe shpirtërore, themi, edhe të gjitha kjo krijon atë, le të themi, duket sikur një puzzle që do bashkosh të gjitha që në mënyrë që secili prej të rinjve që kemi në shtëpi familje të jetë jo vetëm protagonist, le të themi, pasiv, por ta gjejnë secili veten në disa lloje të ndryshme aktivitetesh. Dhe këto diskutohen, domethënë, me grupin e punës, edhe realisht që e përmendëm përpara që arrihen rezultate, në fakt edhe rezultatet arrihen kur edhe
këto nisma edhe këto ide, domethënë gjejnë hapësirë për t'u realizuar. Edhe me të vërtet, këto vite përveç drejtuesës, që e kujtoj domethënë me shumë respekt, Silvana Vinjali, themelueses të kësaj shoqate, pasuesi le themi I themelueses së shoqatës është Luigi Mila, ku edhe ai ka një qasje le themi I prirur nga arti, I prirur nga rekreacioni, edhe gjithmonë ai I përqafon këto ide edhe këto nisma që këta të rinj domethënë ta gjejnë veten në aktivitete të vazhdueshme, por gjithmonë konkrete dhe të mundshme. Do thoja ndër aktivitetet më të arritshme që kemi patur është në sajt bashkëpunimet të shumta që kemi arritur me shoqatat e tjera. Do përmend projektin Societies që kemi patur në bashkëpunim me Caritas Shqiptar, ku ka qenë pikërisht fushata të vijueshme mbi ndërgjegjësimin e përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar, edhe mbi ndërgjegjësimin për shëndetin mendor që këta persona të mos diskriminohen. Ka qenë një projekt 3 vjeçar, I cili ka patur rezultate shumë pozitive, le themi, direkt të këtë rinjt, por edhe ka krijuar, le themi, dhe një rrjet ka forcuar, ndoshta rrjeti ka qenë I krijuar, por do thoja që ka krijuar, ka atë që ne mund ta quajmë forcimi I rrjetit edhe me bashkëpunëtorët e tjerë, siç janë me qendra komunitare të shëndetit mendor, me organizatat e tjera të shoqërisë civile, edhe kjo gjë pastaj në mënyrë të vazhdueshme ka krijuar atë sinergjinë, do të themi që të takimeve të vijueshme edhe të punëve, le themi që kemi bërë së bashku në komunitet. Përmenda një prej tyre sepse janë të shumta bashkëpunimet që kemi patur me organizata të ndryshme, me shoqëtate të ndryshme që operojnë në qytetin e Shkodrës. Një nga aktivitetet e themi madhore mund të jetë që mund të përmend është bashkëpunimi me shoqatën The Door, sepse 9 kemi patur 10 prej të rinjve, por aktualisht kemi 9 prej të rinjve që janë të përfshirë tek trupa muzikore dhe bandës The Door, dhe vetëm të imagjinosh reflektimin e tyre në fytyrat e tyre kur I thua që sot është dita për të bërë provat, që I ndjek me shumë vëmendje edhe me shumë profesionalizëm edhe me themi edhe me aspektin human, mjeshtri tani I nderuar profesor Bepin Vjerdha, që ata të marrin pjesë në mënyrë aktive, dhe ky është pikërisht aktivizimi themi artistik edhe në aktivitetet kulturore dhe artistike. Këta janë pjesë ndërsa pjesa tjetër, domethënë themi 65%, 70% I realizojmë brenda shoqatës në qendra ditore, sepse realizojmë shumë aktivitete ndërgjegjësuese, që janë për mjedisin, së fundmi, domethënë patëm edhe forumin social, që mbydhem një prej projekteve që kemi, mund të themi, ka dhënë rezultate shumë pozitive, sepse ishte përfshirja sociale e personave me aftësi kufizuar në çështje mjedisore, dhe patëm forumin social dhe pjesëmarrja e aktive e të gjitha organizatave, shoqërisë civile që punojnë drejt për së drejti, institucioneve, përkatëse që punojnë, shërbimi social, prefektura Shkodër, e të gjithë me radhë, domethënë që morën pjesë në këtë forum, do thoja që ishte pjesë e punës së madhe intensive, reciproke, me gjithë secilin prej tyre, që arritëm të ishim të gjithë së bashku edhe të diskutonim të gjitha sfidat edhe problematikat me të cilën përballen ta persona, nga aksesueshmëria fizike apo barrierat sociale që ata hasin. Problematik tjetër është gjuha e thjeshtuar, që institucionet duhet që të kujdesen për këta persona, që ata të kenë një gjuhë simbolike të kuptueshme për ta, sepse neve e kuptojmë informacionin që mund na jepet, ata kërkojnë disa specifika dhe përshtatshmëri të arsyeshme. Pra, po them që të shumta janë bashkëpunimet edhe aktivitetet që ne kemi realizuar, edhe nga njëherë më duket sikur ndoshta të nënvizoj njërin krahasim me një tjetër, duket sikur nuk është e drejtë. por sepse çdo bashkëpunim ka patur frymen e vet pozitive, që në fund ka shkuar tek ajo, ka ndihmuar në rezultatin pozitiv, le themi, që
të kemi sa më shumë përfshirje aktive të këtyre personave në shoqëri, edhe gradualisht pse jo, domethënë këta persona ta gjejnë veten ata që të jenë jo vetëm përfitues, le të themi, të shërbimeve sociale, por edhe protagonist, domethënë kontribues të drejt për drejt në çështje të ndryshme. Absolutisht po. Dhe me që the ti organizon edhe kalendarin, cili është i radhës pas këtij panajiri? Atëherë, është data 2 prill, që përsëri domethënë këtu do bashkohemi me organizimin që ka bërë Shërbimi Social i Bashkisë Shkodër, dhe do nxjerrim punime të rinjve dhe po do të dalim bashkë me të rinjt që janë me domethënë me autizëm, edhe do shpërndajmë edhe neve atë mesazhin, ato fletpalosjet për ditën domethënë kushtuar autizmit. Edhe ky është domethënë aktiviteti i radhës. Pra me njerë, sa mbaron njëri aktivitet, me njerë njësë aktiviteti tjetër. Do të fillojmë aktivitetin tjetër. Edhe kjo tregon vetëm për kushtimin. Edhe si që thash për punën e mrekullueshme dhe të palodhur që secili nga ju pjesë e stafit bëni. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë intervistë dhe këto momente kaq të bukura që na dhurove sot. Me siguri njerëzit mezi po presin, po bëhen gati, sepse më njëherë vjen ora 9 dhe njerëzit do të vinë tek panajiri sepse në 9 hapet. Në orën 9 deri në orën 12, kështu që do të kenë mundësi paradite. Oraret e pasdites? Janë nga ora 16 deri në ora 19. Orare krejt pranueshme për secilin nga ne. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë. Falenderoj secilin nga ju për punën vërtet palodhur që bëni dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit për vlerësimin, faleminderit që jeni bashkëpunëtor i ngushtë i çdo ndërgjegjësimi, çdo hapi ndërgjegjësues që ne përpiqemi që të ndërmarrim për të fuqizuar dhe për të përmirësuar jetën e këtyre personave me aftësi të kufizuar. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.